Si ti thani rrobat më shpejt në dimër, pa tharse. Me ardhjen e dimrit, tharja e rrobave në ambientet e mbyllura bëhet gjithmonë më sfiduese. Rrobat kanë nevojë për shumë kohë për të tharë, sidomos kur moti është i lagësht dhe temperaturat janë të ulta. Megjithatë, ekspertja e organizimit të shtëpisë, Nicola Levis, ka ndarë një këshill të thjeshtë por efektive që mund të shkurtojë ndjeshëm kohën e tharjes, pa pasur nevojë për tharje elektrike. Sipas saj, pas përfundimit të ciklit të larjes së lavatriçe, duhet të vendosni rrobat në një cikël shtesë rrotullimi, pa shtuar ujë. Kjo ndihmon në nxjerrjen e lagështisë së mbetur në veshje, duke i bërë ato shumë më pak të lagura. Vendosini rrobat 2 herë në ciklin e rrotullimit. Do të ndalin më pak të lagura dhe do të thahen më shpejt, citon Nicole. Ky funksion, që ndodhet në shumicën e lavatriçeve moderne, shpesh injorohet, por mund të jetë një zgjidhje ideale nëse keni hapësira të jashtme të vogla ose nuk keni tharëse elektrike gjatë dimrit.